Ata që menduan se ndarja mes Brikenës dhe Mateos ishte përfundimtare, me siguri janë befasuar nga zhvillimet më të fundit, ndonse rrugët e tyre u ndan pak kohë më parë dhe fillimi i sezonit të ri të Top Arena i gjeti ata mjaft të ftohtë në skaje të ndryshme të panelit. Skena e përbashkët ka shërbyer si vend i pajtimit të tyre. Gjithçka ka ndryshuar kur në studio kanë mbritur dy këngëtarë të njohur shqiptar për të performuar një këngë mjaft të veçantë për ish çiftin. Bëhet fjalë pikërisht për të njëjtën këngë që u interpretua si surprizë romantike gjatë kohës që ata ishin pjesë e Big Brother VIP. Në tingujt e kësaj këngë, Mateo ka hedhur hapin e parë duke shkuar drejt Brikenës për ta ftuar në një vallëzim. Ky moment është shoqëruar me një përqafim të ngrohtë mes të dyve, duke shënuar zyrtarisht pajtimin e tyre dhe duke lënë pas çdo keq kuptim apo distancë të ditëve të fundit. Pas këtij ribashkimi nuk ka munguar edhe deklarata e Brikenës. Ajo shfaqet të jetë e lumtur me një buzëqeshje të gjerë teksa shprehet: "Jam shumë e lumtur, shihet kjo gjë. Me personin e dur nuk mjafton një jetë për ta kaluar." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.